Projekti më i parapambetur në Kosovë në pas luftës është Big Brotheri. Unë nuk e di ç'është bëhet ajo shtëpi, as nuk e përcjelli kurrënjëherë runa zot na udhë billah, i kërkoj falje Allahut për popullin tim, se projekti më i parapambetur në Kosovë në pas luftës është Big Brotheri, i cili me plot kuptimin e fjalës thret në degenerim total, edhe fatkeqësisht rinia jonë po bëhet e varur prej këtyre misioneve të degenerume, që pastaj ne do ta humbim hapin si popull për të arritur, kur e shohim që popujt në përbosë që janë gjermanët, turqit e amerikanët, që kanë arritur me shku lart në hanë, kanë arritur me pozbulime epokale, ata nuk janë lidh, nuk janë varë edhe nuk janë marrë me këto degenerime. Nuk ka mundësi edhe me përcjell Big Brotherin, edhe mu kanë i lexueshëm, i studiueshëm, i ngritun, i avancuar. Nuk ka mundësi shoqëria jonë edhe me zbulu, edhe me ngrit intelektin e vet, edhe tjetën kohë mu kanë i varur prej narkotikëve dhe prej asaj shoqërie degenerume. Kërkush nuk është kundër dashurie. Kërkush nuk është kundër ahengjeve. Po bën e mirë. Janë disa gjëra të cilat Allahu i ka lënë intim, për çka quhet fjala intim, personal, privat. Ç'është privatësinë tonë, ç'është dashurinë dhe kënaqësinë tonë intime e ekspozon para qindra mijë miliona shikuesve. Kjo është jo njerëzore. Kto nuk ka nevojë hoxha me fol. Kto duhet me fol psikologu, kto duhet me fol sociologu, kto duhet me fol mësuesi. Këtu do të me fol jo Hoxh Fatmiri, po të do të me fol Fatmiri i biri Gjaferit për fshatit Kllëdërnic e i ram në Shqipël të Mitrovicës, si Fatmir, jo si Hoxh, se s'ka nevoj me bisedu këtë temë për shkak se është kundër intuitës dhe njerëzorës. E përmendë Mitrovica, në më përdu më lidhë thashtë e Mitrovica. Unë jam kënë para një javë ose 2 javë në Mitrovica dhe më kanë thonë që Mitrovic agjerojnë mas shumë të në Kosovë. A është e vërtet që agjerojnë mas shumë të në Kosovë? Falenderoj Allahun dhul Gjelal që na ka ndonë këtë epitet, edhe Mitrovica ka një strukturë të bukur të shoqërisë, të burrave dhe të grave, njerëzve të avancuar, të gjitha shtresave. Mitrovic ki njerëz inteligjent, ki njerëz të ngritun, edhe fetar të mirë, por edhe kombëtar, edhe advëtar të shquar në çdo digasër të jetës. E fali Zotit ati kofshëm fal, sot në Mitrovic as nuk servohet madje as alkooli, që është një respekt ndaj muajit shajt Ramazan, dhe mendoj që edhe qytetet e tjera duhet ta marrin si model dhe mostër qytetin e Mitrovicës, e unë pastaj si hoxh ja dha vetës të drejtën me lut Allahun që ato mos servohen edhe jashta muajit shajt Ramazan, po gjithmonë me bindje dhe pa imponime. Ti mas ju ktheva edhe një herë të Ramazanit, po të më ta bëhe një pyetje sa i përket Ramazanit. Unë për veti mendoj që Ramazani nuk është vetëm mos me hongër, mos me pi. Na njerëz që agjerojnë, po gjatë ditës edhe ata shohin në fjaltrone. Po për këtë arsye Ramazan na duhet me pas në sjelljet tona. Na duhet me agjeru edhe me sjelljet tona, na duhet me agjeru edhe me vizionin ton, edhe me ndimin ton, edhe me bindjet tona, na duhet me pas kujdes në mirësjelljet tona, edhe rasti ideal, shans shumë e madhe, me përmirësu sjelljen pikërisht, që na tha Muhamedi alayhis salam, unë jam agjerueshëm. Është madhështore se Zoti, ati kofshëm fal, nëse i mungon agjeruesit sjellja e mirë, Allahu nuk ka nevojë me na unë për ta. Ati kofshëm fal.